Video që e pat është mjaft shqetësuese për me e këshyrë, ka ndodhur sot tek një rrugë lidhse këtu te rruga Muharrem Feyza, është rrugë lidhse Kerem Lefton quhet, edhe dy persona po dyshohet se e kanë filluar një konflikt fillimisht verbal, pra janë shty me fjalë, edhe dy persona domethënë këtu që kanë hinë në konflikt verbal, edhe pastaj fizik, gati me urrejë, çu po e shihni në video, edhe një familjar i njërit prej tyre ka shkuar ka marr veturën me pretendimin me godit këtë tjetrin. Siç po e shihni, vetura vjen me shpejtësi e godet një veturë tjetër e pastaj vetura tjetër me pjesën e pasme e godet punëtorin e pastrimit që ka qelluar rastësisht aty. Nuk ka pas fare të bëjë me rastin, nuk e dim çfarë lëndimi ka marrë, ka ardhur edhe ndihma shpejt, por edhe policia ka intervenuar në rast. Rrethana se çu ka ndodhur komplet shkëngjarë nuk po dihen ende, policia nuk ka dhënë ai informacion zyrtar, ato që kanë thënë dëshmitarët tek Nacionalja nuk mundet me u përdorë pasi që nuk është konfirmuar prej policisë, janë disa versione, kështu që mbetet me pa se çka do ndodh edhe çka po thot policia nesër.